Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Hello miq, përshëndetje. Po të pak dritaren. Jam këtu me Batolinën dhe me Hekrin. Se gëzuar një maj. Shpresoj të jeni duke kaluar bukur, se thash t'ja keni kaluar. Sot pra ditë e krish pushim. Unë jam në punë mbas dite, por i propozova Hekrit të shkojmë deri tek tregu, ku kemi qenë dhe para 2 muajsh, paka shumë me mamje, sepse këtë të shtunë do shkojmë tek një nga eventet më të bukura në Tiranë sipas meje, që është maratona e muzikës swing dhe jazz të viteve 20-30, Andran Trend. Pra kemi qenë dhe një herë tjetër. Kemi qenë dhe një herë tjetër te kjo fest dhe mund ta gjeni diku vlogun, madje po ju vendos ndonjë foto këtu se si kam qenë e veshur atëherë. Si vjet kemi vendosur sërish që të shkojmë me Hekrin dhe i thash Hekrit, duke qenë se kërkova disa dyqane vintage me veshjet viteve 20-30 që nuk ekzistonin në Tiranë, i thash e di qa, shkojmë më mirë te tregu i të përdorurave dhe të shohim nëse arrim do të gjejmë ndonjë gjë të viteve 20-30. Kështu që do t'ju tregoj sakt adresën, sepse më pyesni gjithmonë sa herë ju tregoj për këtë, më pyesni. Herën e fundit kemi qenë për të marrë ato enët, pjatat dhe fixhanët, nëse i mbani mend, me qelq të verë. Opa! Dhe si vjet do shohim nëse do gjejmë gjë për Hekrin dhe për mua. Unë kam gjetur një fustan, por më mungojnë pak aksesorët. Megjithatë do mbetet pak për t'u zbuluar. Monumenti historik. Se është një ndër të qetë më të vjetra që kur është ndërtu Tiranës. Mirë, sa po mbërritëm tek medreseja e Tiranës dhe po i drejtohemi tregut të medreses, sepse aty ku ndodhet tregu, në të majt ndodhet dhe ky tregu Dinamo, që quhet, që e gjeni edhe në Google gjithashtu nëse kërkoni tregu Dinamo, por që ja po e u tregoj më saktësisht me video. Ja ku po shkojmë drejt pazarit të medreses, këtu është kryqëzimi. Ja, aty keni tregun e medreses dhe këtu është hyrja e tregu Dinamo. Këtu ka parkim brenda dhe do ta gjeni parkimin, nuk është se është super luks, por që mund vini herët dhe të futeni brenda me bilet. Nëse qëndroni shumë ju shkon diku tek 5 euro, se flasim gjithmonë me euro që t'jem pak më praktike. Këtu ka dhe gjëra kineze me shumicë e kështu gjërash të tjera nëse keni dyqane të tjerë, por që ne kryesisht vim për pjesën që është thrift. Ja ku është parkimi dhe të shohem, jemi gati për zbulimet për festën Andran Trend. Është një burektore këtu që gjithmonë marrim sa vim, se është herët të shtorat e të gjys. Unë e mora me qep domate, kurse Hekri e mori me gjys. I dham pak dhe batos. Po i dalin edhe këto 2 të parët dhe besoj punë 2-3 ditësh nuk do jetë më një vampir. Ja, Hekri po provon disa kostume këtu. Mbasi mbaruam punë me Hekrin me sukses. Jemi duke shkuar këtu në një dyqan aksesorë, se më duhen 2-3 aksesorë për veten time. Nuk e di a do i gjej, po të shpresoj. Ja ku është dhe vendi. Freskusen me pupla nuk e gjeta, ishin sa si tip shall me pupla, po ishte shumë i hollë dhe nuk ishte ajo që po kërkoja eksaktësisht.
Tani më thanë që të futem brenda tregut medreses dhe mund ta gjej aty. E kërë me baton shkon të makina që unë mbaroj punë sepse shumë njerëz dhe shkallë. Misione u krye. Tani fikim te Kri dhe Bato. Këtu njerëzit ishin duke bërë pajën, përfundovan sektorin e nuseve, sepse nuk ishte ngjyrë tjetër përveç se të bardhës. Po, never mind, më shkon besoj me fustanin, do shohim. Ja dhe pamja nga larg e tregut të Dinamos. Dhe ja ku është tregu i medreses, po ja tregoj edhe një herë që ta keni mirë iden. Po panallona të çoban. Ja pra miq, po kalojmë një kafe bashkë me vllajën tim që thotë që Bato ka vesh një palë pantallona si çoban. Te lagja e vllajt tim dhe po rrim jashta dhe që ka shumë bukur se gjithë fëmijët që kam mbledh në bar, siç ishte një çerdhe e madhe. Dhe do kalojmë këtu një orë, 2 orë para se të pikim punën dhe hekim e thirrën të punoj pak. Kështu që do rikthehemi në krye të detyrës. Nga që janë të gjithë fëmijët me lodra dhe secili shef lodrat e njëri tjetrit, nuk i shohin vetat. Dhe ne kemi marrë lodra me vete, po nuk i llogarit fare, ja kanë marrë ca goca tjera. Bato është të marrë lodrat e dikujt tjetër. Tani ndodhem tek shtëpia ku jam rritur unë dhe do t'ju tregoj disa gjëra. Këto bibliotekat kanë qenë që kur kam qenë unë e vogël. Dhe ja, edhe një foto ime dhe vllajt. Disa faktikisht. Ja, unë me vllajën tim. Këtu jemi në Rëshën, këtu jemi te Shtat Xhuxhat në Tiranë. Ja, me mamin tim. Gjithashtu erdhi dhe nëna dhe na tregoi disa foto të saj vjetra që ka qenë shumë bukuroshe. I thash si aktor hollywoodiane dhe gjyshi gjithashtu. Aty është vllai me shokun e vet. Një pjesë e librave që kam pas kur kam qenë gjimnaz dhe vogël. Baton sa vura në gjumë, të ndërkohë po pres që ti për palestra shife trupa. E po hanin gjëra të mira. Nëna këtu me 2 kalamaj. Shife e psa. Këtu me bluzë të bardhë, në punë. Të zdallohet shumë. Po tamam si aktore hollywoodiane. Deg në bukë. Jemi finally në tren. Trenin e kam vendosur më larg se herë për ta marrë. Mua ndërkohë mbeton ky syri nga ajri kondicionuar që ishin në autobus. Jam qenë shumë herët. Kam quar Baton me mamin në Shkodër. Kemi quar Rion. Jam bërë gati. Tani të Shpejt do të përmendim disa rregulla të vegjël. Së pari në këtë tren nuk lejohet absolutisht të qëndroni ulur. Por përpara se të nisni të kërceni dhe të mos e harroni shpirtin tuaj të festës. Swing on, forget your troubles, and be your feet is better, much more than staying super clever. When you look tonight, your love with your smile so warm and your cheeks are soft. There is no
Kjo është ndalesa e parë që bëjmë dhe është tek Mrizizanëve, më falë, që kanë bërë një po shkel fustanin, inshallah shpëtoj. Dhe ju tregoj tani se çfarë kanë bërë këtu një si tip eventit vogël. Ja ku ishte zhdukur. Mu thash ku ishe? Maj ta tregoj si Hajde. Tregoj një herë çfarë ka kjo brenda. Petull me djath, Po? Iku petull. petull me sheqer, byrek, djath i bardh, Okej. shtry dhe fik i egër më duket të shky. Shy sa e bukur kjo. Ja pra kemi ndaluar këtu fish dhe hekru zhduk dhe ishte në mes turmës për të marrë për të ngrënë dhe ja është. Kështu që po han. Kaq. Unë ndërkohë që po shija njerëzit muzikën që po kërcejnë çdo gjë shumë bukur. Duket kush ka ardhi uritur. Një vit flen, një vit vjen i uritur. Thank you. Woo! I put them there. Thank you, just a second. Yes. Sorry? Thank you. Lek trëndafili. Shumë yummy. Freskues duhet sepse po bën shumë bap. Si t'ishte e korrik. Dhe më rritëm në Shkodër, tani do drejtojmë gjithë te lokomotiva për foton anuale që bëhet çdo vit mbi lokomotiv, nuk e dia do hypi, ndoshta do qëndroj poshtë bashkë me Hekrin. Festa ishte shumë e bukur, jemi lodh pak, por do vazhdojmë akoma në qendër të Shkodrës. Ja pra, dhe festa në Gjuha Dol përfundoi dhe po I drejtohemi Teatrit të Migjenit, ndërkohë ne përshëndetëm shumë shpejt Paton me mamin. Po shohim biletat ku I kemi këto
ripat. Kemi ndruar dhe këpucët, sepse u lodhëm shumë, thëmë drejtën, ka qenë shumë vap, dhe vapa na dërmoj pak, por gjithë festa shumë e bukur, po na thonin që ndoshta ky do jetë viti fundit për një kohë të pacaktuar, sepse gjithë pjesa e hekurudhave do futet në ndërtime sipër për shkak të linjave të reja që do bëjnë në Malin e Zi, Kosovën dhe Serbinë, ndoshta nuk e di mirë, kështu që nuk e di kur do jetë udhëtimi i radhës me ëndrrën tren Maratona Swing. Dhe ne nuk e kemi ditur, rastësisht e morëm vesh sot dhe na bëhet qefi që ishim në këtë edicion të 7 dhe ndoshta të fundit. Bisken. Sa po hoqa këtë aksesorin dhe kam qënë 8 mëngjesi që e mbaj. Shkojni, më ka lëmë format. Nuk munda më, me që jemi dhe në pjesën e fundit në këtë shfaqjen tek Teatri Migjeni, thash mund edhe ta heq. Këto janë sakrificat për të pasur lukun e duhur në një fest me temë. Nata ende sapo ka filluar dhe siç mund ta shihni jam e shoqëruar një orkestër e jashtëzakonshme sapo ka zënë vend në Teatrin Migjeni, sepse për vetëm shumë pak në këto momente do të vija ishte në Itali dhe më gjerë, njihet si The King of Swing, mbreti i swingut. Nuk është nevoja t'ju them asgjë tjetër, sepse ritmi do t'ju bëjë që të çojeni dhe ta shijoni magjinë e kësaj nate në mënyrën e duhur. Mirëpresim Emanuele Urso dhe bandën e tij të jashtëzakonshme. Faleminderit. Jemi akoma me frymën e festës. Doja t'ju tregoja, im duket bërë check-outin, por para se të bëjmë check-outin, doja t'ju tregoja pak ambientin ku qëndrojmë, ku qëndruam. Një apartament i madh, shumë i madh, me 2 dhoma gjumi dhe me 2 banjo. Por më mirë t'ju tregoj se sa. Ja, kjo është hyrja. Dhe këtu është një si tip ku kishim vendosur valixhet. Si korridor i vogël, ky është salloni. Çanta ime. Pastaj këtu futesh në kuzhinë, kishte çdo gjë. Këtu
Këtu ishte dalja në balkon, me pamjen në Shkodrën e vjetër, poshtë ke një kopësht, këtu është dhoma e parë, me banjo, dhe kanë vendosur edhe gjërat për batun këtu. Çdo gjë super e pastër. Kjo është banjo në dhomë. Dhe kjo ishte hapësirat. Tani do kalojmë në dhomën tjetër. Këtu ndeta unë me hekrin. Ja, opa. Këto se përdorëm. Dhe 2 krevatet të tjera. Dhe një banjo shumë e madhe këtu. Po, banjo jo ndo një gjë, kështu që s'po rritja u tregoj. E gjitha hapësira për 4 veta plus baton, 20 euro. 500 metra nga Gjuha Doli në qendër, hapësira shumë e madhe, gjithashtu parkim për makinën me box dhe pak edhe hapësirë jashtë, do t'ju tregoj tani. Thjesht mendova t'ju tregoj nëse jeni një grup që doni një hapësirë dhe doni të vini në Shkodër. Shkodra ka çmime shumë të lira për sa i përket akomodimeve dhe kjo e tregon. Gjithashtu uji në Shkodër është wow, sapo u bëra gati dhe shikojeni flokët sa bukur, vetëm i kam larë me një shampo të thjeshtë edhe shumë bukur. Dje i kemi pasur të ngrira gur, nuk i prektim dot se ishin kështu. Mirë, bato po grindet pak se do t'iki, se sigurisht ka parë ndonjë gjë dhe do të vazhdoj me lërat e veta. Unë ndërkohë nuk ju tregoj dot gjithë lukun sot, por ndoshta ju tregoj pak më vonë. Vazhdojmë të eksplorojmë pak Shkodrën, me mëngjesin, me ditën. Është një anë e Baçës, ku është Baça tjetër. Mamma. Opa! Ja. Okej, ja. Dhe ikim. Ja. Po i drejtohemi qendrës Shkodrës. Jam këtu me mamasitën që është bërë bukuroshe. Hi mam. Edhe baton e ka marrë Marko. Hekri ka shkuar të parkoj makinën, edhe pse mund t'i kishim lënë këtu te apartamenti, por Hekri ka punë më vonë dhe do zhvendosemi në periferi të Shkodrës. Jo presim edhe Olën me Nean dhe me prindrit e Olës, sepse Ola është nga Shkodra, nëse se kam thënë dhe ndonjëherë tjetër se di, se harroj tashmë se çfarë them dhe çfarë nuk them. Gjithsesi këto rrugizat e Shkodrës janë shumë të bukura dhe kudo ka dyert vjetra të bukura me ngjyra, me harqe, shumë bukur. Domethënë Shkodra është një nga qytetet e mia të preferuara. Kështu që, po, përveç edhe Gjirokastrës, Bratin do ta shoh akoma, dhe Korça është e bukur, por të them të drejtën, mua nuk ma ka marrë zemrën Korça siç ja u ka marrë shumë njerëzve në Tiranë, nuk e di pse, ndoshta duhet të shkoj edhe një herë tjetër, duhet t'u jap edhe një mundësi tjetër. Nuk po them që nuk është e bukur, është shumë e bukur, por tek unë nuk ka patur atë efektin që ma kanë përshkruar njerëzit e tjerë, nuk e di pse. Po, do e shohim. Ka shku edhe ky tjetri, Hekri, po pas ka punë. Ja dhe turistët në Shkodër që më pikë mëngjesit. Sa shumë. Ko jam shumë hien e ujnë për baton.
Ndërkohë jemi ullur këtu te Goj Gadice për mëngjes. Dhe unë që mundohem këte t'i apu i batos edhe këte të bëj vlog. Por gjithë kjo rruga, kjo zona është shumë e bukur. Po ma mirë poshtë. Bon appetit, o Marcelina. Ja dhe eki. Mami më healthy se ka njës palestrën. Dhe unë kështu. Na u bashkua dhe Ola me Enean dhe tani po I drejtohemi pjesës tjetër të qytetit. Jemi duke diskutuar për Shkodrën para 9 vjetës, sepse mami ka bërë dhe gjimnazin dhe shkollën e lartë këtu në Shkodër, edhe babime ka bërë shkollën e lartë në Shkodër dhe janë njohë këtu. Dhe po më tregon që te kjo rrugica që po kalonim tani nuk ka kaluar asnjëherë 7 vite që ka jetuar në Shkodër, sepse kur bënte universitetin mami dhe shkollën, I kontrollonin për çdo gjë se ka qenë para komunizmit, domethënë para rënjes komunizmit, para 90-s, dhe nuk është se mund të dilin nëpër rrugica ose domethënë kishin ato I kontrollonin dhe për çdo gjë, edhe nëse nuk e hanin ushqimin, edhe me orare kërkonin leje shtunë të diel nëse donin të dilin dhe kështu me radhë, edhe po habiten popullin, ndërkohë thot si ka mundësi, po thot mami ka qenë para se të vinte demokracia. Janë akoma duke diskutuar, thot mami një herë nuk kemi ngrënë ne grupi I gjuhëve të huja, thot se mami ka bërë shkollën e mesme për gjuhë të huja, thot nuk patëm ngrënë një gjell me pras edhe na patën dënuar, nuk e di po e shpjegon tani se u largova për t'ju treguar, sepse ishte kjo rruga e kësaj kishës, kjo rrugica, e kësaj kishës me njëherë sa po jetë Goj Gadice kalon në të majt dhe rrugica ishte shumë e bukur, ishte dhe një pjesë e kishës franceskane më duket që bënin aktivitete, shumë bukur ishte kjo rrugica, më pëlqeu shumë. Ja, thot mami që duhet të rreshtoheshim kur futeshim mens, edhe atëherë që njëherë që nuk kemi ngrënë preshin, kanë telefonuar prindris, që në atë kohë ishte shumë e rëndë, për të thënë që për sjelljen.